Ish presidenti Hashim Thaçi pas vizitës që i bëri varrit të babait të tij, Haxhi Thaçi dhe shtëpisë së tij, ku është takuar me nënën dhe bashkëshortën e tij, është dërguar në Uleks ku pritet të takojë edhe anëtar tjerë të familjes. Tek hyrja e Uleks kanë dalë edhe disa qytetarët, të cilët e kanë pritur me brohoritje. Përndryshe, disa media kanë raportuar se Hashim Thaçi sonte do të qëndrojë në Uleks, por është raportuar edhe mundësia që ai të qëndrojë 2 ditë në Uleks për të takuar anëtarë të tjerë nga familja. Ish presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi sot vizitoi varrin e babait të tij, në fshatin Buroj të Skenderaj. Nën masa të repta të sigurisë, Thaçi u soll nga Haga në Kosovë 5 ditë pas vdekjes së babait të vet, Haxhi Thaçit, dhe 3 ditë pas varrimit. Gjykata speciale nuk i dha leje Thaçit të marrë pjesë në varrimin e babait të vet, të martën më 18 mars. Thaçi po përballet me një proces të tezgjatur gjyqësor, nën akuzat për krime të pretenduara të luftës. Ai është deklaruar i pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës.